Një tjetër element shumë i rëndësishëm që po ashtu është konstatu, këtu është leximi i deklaratave. Pra deklaratat e cilat janë marrë në kushte të ndryshme të dëshmitarëve, janë lexu në gjykatë. Çka nënkuptojmë me leximin? Leximi nënkupton që pranohen si dokumente dhe vlerësohen si të paraqitura, mirë po dëshmitarët nuk kanë qenë aty. Dhe mbrojtja nuk ka pas mundësi që këta dëshmitarë me ju bë pyetje dhe me i sfidu me pyetje të tjera. Mbetet me u pas se sa kam janë falë besueshmërinë tash gjykata këtyre deklaratave të dëshmitarëve rrethanor, të cilët nuk janë ftu me qenë pjesë e gjykatës dhe nuk janë ftu për me qenë pjesë e dëshmive aktive brenda sistemit. Mirë po në krejt këtë proces vrehet që ka pas një mungesë të kisha me thonë insistimit që çështjet me u sqaru deri në pikën finale. Pra nëse kemi një situatë ku është dorëzuar një dokument i cili ka 200 faqe dhe gjykata nuk jeni faqe për faqe në proces, bashkë me mbrojtjen me analizu dhe me vendosa dojnë mja falë besueshmërinë ajo në këtë fazë, mirë po vetëm me pranojnë dhe e vlerësojnë fond, atëherë mendoj që duhet me pas një proces bukur të ndryshëm. Për dallim prej asaj që brenda kësaj gjykate ka pas situata të tjera ku gjykata ka vendosur për dokumente a mi pranu ajo. Raporti nënvizon mirë se standardi relevant i vlerësimit duhet të jetë Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe Karta Evropiane e të drejtave të njeriut, e jo praktikat potencialisht problematike të tribunaleve të tjera ndërkombëtare. Për këtë arsye, BHRC-ja rekomandon që të krijohet një strukturë, një mekanizëm i qëndrueshëm, i financuar mirë, i cili do të monitorojë në mënyrë të pavarur dhe të vazhdueshëm proceset gjyqësore pranë DHSK-s. Natyrisht duke theksuar se besueshmëria dhe efektiviteti duan fakt besueshmëria do mbikëqyrje efektive. Kresh, a është vonë që të bëhet ky mekanizëm? Tash kur jemi gati në fund procesit. Tash është në fund procesit, monitorimi tashmë është i panevojshëm, për shkak se ka përfunduar shqyrtimi gjyqësor. Në dhomë të vendos, standardet e cilat dhomat e specializume i kanë ngrit në raport me transparencën janë bukur interesante, pra ata kanë tejkalu standardet e cilat i kanë gjykatat vendore në vendin tonë dhe kjo është një element shumë i rëndësishëm me u kuptu. Pse janë tejkalu? E para janë publiku aktakuzat. Një standard të cilën gjykatat tona dhe prokurit tona ende nuk kanë mri me ndërtu. Janë publiku në pjesën më të madhe vendimet procedurale të gjykatës. Pra, normalisht duke i largu pjesë të cilat janë konfidenciale, dhe transparenca në këtë rast është në nivel bukur të lartë në raport me publikun në çështje të dokumentacionit, po dhe të asaj që na kemi mujt me e pa në publik. Pse po e them këto? Për shkak se krejt seancat publike të cilat kanë qenë janë transmetu normalisht me vonesë prej 30 minutash për publikun dhe ato janë tash online. Pra në rast se dikush don me shku me përcjell me analizu procesin, i ka në arkiva materialet dhe dokumentet.